Te përgjigja që Krishti i jep pyetjes së Gjonit, të cilën Gjoni e kishte bën në burg dhe kishte thënë nxënësve me shku me pyet Krishtin, a është ai Mesia që duhet vi apo duhet më prit dikën tjetër? Krishti nuk shpalos një murim mendimesh edhe bindjesh teologjike etj, apo vërtetime të thella të stërhullume, por dëfton një Zot i cili është afër njerit, afër atyne që s'ka kanë kërkush afër ndonjëherë, të cilët janë të tretën, të cilët janë të lanë mazdor, të cilët janë të mjerum edhe janë të bllukun. Po, kjo është arsyeja e gëzimit, arsyeja e lumtunisë. Ne e besojmë një Zotit i cili vjen e rrin afër nesh, pranë nesh, hyn historinë tonë, jetën tonë, edhe prej aty fillon e mush me dritë çdo gjë, jep një shpresë tjetër, tri për trin, shëron edhe të shëlbon. Këto janë arsyet e gëzimit. Mendimet nuk janë kurrë arsye e gëzimit, por veprimi i Zotit në ne në jetën tonë, afërsia e tij, shkakton gëzimin e vërtet.